Në Pogradec u zhvillua një takim rajonal për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit online, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe institucioneve ndërkombëtare. Në fokus ishte forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe adresimi i gjuhës së urrejtjes dhe dezinformimit në hapësirën online. Në hapësirën online, ekstremizmi i dhunshëm mbetet një fenomen që kërkon bashkëpunim ndërkufitar, pasi kërcënimet janë transnacionale dhe kërkojnë reagim të përbashkët. Po punohet ngushtë mes institucioneve të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, duke përfshirë edhe komunitetet në zonat kufitare të liçenit të Ohrit. Ky bashkëpunim është i rëndësishëm pasi ndërthur qasje ndërkombëtare me atë lokale. Rajoni ka një traditë të mirë bashkëjetese dhe bashkëpunimi ndërfetar, por duhet të mbetet vigjilent ndaj ndikimeve globale që mund të shfaqen edhe këtu. Sipas ekspertëve, radikalizmi lidhet gjithnjë e më shumë me platformat online dhe kërkon bashkëpunim të ngushtë mes institucioneve, komuniteteve dhe sistemit arsimor. Propaganda dhe dezinformimi që shpeshherë kryhet në mediat sociale nga individë të caktuar, të cilët mund të kenë agjendat e tyre, shpeshherë ndikon për të ngritur dhe për të ashpërsuar retorikën, qoftë midis dy vendeve tona apo dhe midis vendeve të rajonit. Deri më sot lëvizja e njerëzve në të dyja shtetet dhe bashkëpunimi në aktivitete kulturore nuk ka munguar. Kështu që unë mendoj që në vend që të shikojmë gjithmonë aspektin negativ të retorikës që mund të jetë online, duhet fokusohemi shumë edhe duke i dhënë mbështetje praktikave më të mira. Autoritetet theksuan se përballja me këto fenomene kërkon përpjekje të përbashkëta dhe koordinim të vazhdueshëm në nivel rajonal.